Përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje dhe ty Ina. Kur merrti mesazhi që duhet të bëj një këtë video për ty, më kujtua 22 vite më parë në këtë kohë, me ty vetëm 2 javëshe, unë fitoj një radiomagnetofon në Top Albania Radio. Dhe bashkë të dyja kemi shkuar dhe kemi tërhequr në ambientet e Top Albania Radios tek piramida në atë kohë. Dhe ja ku jemi sot, 22 vite më vonë, kur unë më duhet të flas për rrugtimin tënd në radio, për dëshirën tënde për të qenë pjesë e Top Channel dhe Top Albania Radios. Më bëhet qefi që ti me punën tënde, me përkushtimin tënd, me zemrën që i ke dhënë kësaj pune, ke arritur të jesh kjo që je sot, pak, mirë, pastër, bukur, me çiltërsinë tënde dhe dashurinë që ke. Të uroj që viti që vjen të realizosh ato dëshirat që ti ke më shumë dhe e di që do t'ja arrish, ashtu siç ke arritur deri tani, me mirësinë tënde, me përkushtimin tënd dhe të uroj më të mirat. Mami, si gjithmonë të do shumë, të ndjek nga pas, mbas çdo ëndri që ti ke dhe u bëf më e mira për ty. Kjo të dashur miq është mami, motra, babi, vllai, nëna, gjyshi, është gjithçka, domethënë për mua. Nuk e di se si mund t'ja dalë një njeri të jetë gjithçka, po realisht jam shumë e fat siç të gjitha ne do thonim për mamin ton. Po ky vit ka qenë vërtet shumë sfidues për ne. Edhe jam shumë krenare që e kam pasur afër sepse mendoj se pa atë nuk do mundesha do ta kaloja.